Na ka me ketoni të shohim ne kështu në Dellaver në gjë. Sa është ora? Po, hajde, Sa ora thot ky, po ç'lidhje ka. O Todo. Toni? Përshëndetje. Sa bëre? Ku je me vllajt tem? Si jeni ju vllajt tem? Mirë, faleminderit vllajt tem. Juve po ju prisja se erdhi ora të flasim. Neve? Çka ke shumë për si mërzit dukesh? Si prem. Nuk jam i mërzitur, jam i shqetësuar. I keni ndjer këto tërmetet kohët e fundit? Ai tërmeti që ra para një jave. Ai e para atje, shumë tërmete gjatë kohës së qeverisë së PS-s. Fiks. Po pra, shiko, që kur kanë ardhur në pushtet, po bien tërmetet. Pa, në kohë Salës nuk ka pasur. Po, fiks. Toni, më fal, një sekond tani. Ç'a janë këto me ato? Tërmetet janë për shkaqe natyrore o çon, nuk janë për Shiko, pra. tërmetet janë dy lloje që ta dini ta mësoni tash. Një janë shkaqet natyrore, dy janë që i bëjnë njerëzit vet. Në këtë rast këta të qeverisë. Po pra, se ti ishin natyrore do binin dhe në Salës, apo jo? Po s'binin. Po pra, normalisht, po jo, ti më kupton, këta dy të tjerët. Mirë, po si po i shkaktojnë tërmetet këto herë, se s'po e kuptojmë. Po ndërtohet nën tokë. Po ndërtohen. Po ndërtohet nën tokë, po ndërtohen tunele. Tunele? Po, si në kod xhaxhit atëre që lidhin ministritë e këto, po këto janë shumë herë më të mëdha se në kod xhaxhit edhe lidhin direkt me shtëpitë e këtyre. Po pra, vete na puna në shtëpi me tunele, që mos të dali nga 4-5 shtëpi, 4-5 shtëpi njëri, po janë shumë drejtor, po janë shumë tunele, shumë rrugë. Po pra, sa ministra ka e sa gjëra na 5 shtëpi. E di si është bërë aty poshtë apo jo? Rrjet me rimanje besoj. Ore humbin. Po kështu trafik ka në poshtë? Po pse? Si puna ju të vdekshme janë ata, nuk ka trafik aty. I kanë me radhë, si kanë tunele të ndarë në thellësi të ndryshme? Po, janë sipas rangut, janë kush është shef më i vogël e ka më lart. Sa më i madh aq më thellë. Sa më i madh aq më thellë. Je më i sigurt prandaj. Po, je më i sigurt. Mos ke lidhje, mos jenë afër me popullin e thjeshtë. Madje e kanë dhe kështu që me shtëpitë në plazh i kanë me tren, vend direkt kështu, me tren nga këta shpejtësisë lart. Ja bashkia direkt ose nga ministria aty. Domethënë kjo është shkaktuar tërmeti domethënë. Tërmeti ishte ky i fundit, ishte shiko, Lalieri ka qef që të jetë veç nga të gjithë tjerët, e kupton? Që është poshtë, është në thellë, po. Edhe tani un kam informacione nga një që punonte që gërmonte aty, që kur po gërmonte i ra me kazëm një pllakë tektonike. Po si pra. Ai thell ka vajtur, ë? Me shkencë Martin Heinz është një gjeolog i njohur, thotë që mund të gërmohet deri në 30 metra nga qendra e tokës. Po mirë, këto pllaka tektonike nuk janë në qendër apo? Po mirë, ai s'ka vajtur 30 metra, aty afër. Aty edhe i raj, bab kështu lëkundën gjitha ato. Po inshallah s'po punon me matrapik herë tjetër apo? Matrapik si dhe këtu, po nga ato pneumatikët, pa eshë matrapik. Mirë, nuk ka gjuhën e vetë shkencore. Duhet ta thuash pneumatik është. Domethënë ne tani jemi në dorën e punëtorëve që bëjnë punimet aty. Ndër zotit i bie, kështu mbajti ke. Po pra, na ruaj zoti inshallah. Zoti. Jo, na ruaj që i jep kazmës, jo zoti. Hajdari kishte emrin, ju ruaj Hajdari. Mirë Toni, hajde të puthim. Me kujdes. Edhe kujdes se mos bie tërme tjetër. Sa mos të bie i posteri aty mbrapa. Jo, ky është i shenjtë, të njëri. Hajde, ciao. Notën. Hajde, notën.